Një operacion i mirë organizuar antidrog ka çuar në goditje në një tjetër rasti të veprimtarisë kriminale në veri të vendit. Pas disa javësh hetime intensive, policia e Shkodrës finalizoi operacionin e koduar Kosani, duke vënë në prang nga një 41 vjeçar dhe sekuestruar një sasi të konsiderueshme lëndë narkotike. Në prang ra shtetasi ASH, banues në fshatin Aliaj, i cili dyshohet se ishte i përfshirë në aktivitetin e trafikimit të drogës. Gjatë kontrollit në një banesë të vjetër në përdorim të tij, policia zbuloi dhe sekuestroi rreth 10 kg lëndë të dyshuar narkotike kanabis sativa. Gjithashtu në cilësinë e provës materiale u sekuestrua një automjet me targa të huaja dhe 2 motobarka, të cilat dyshohet se do të përdoreshin për transportimin e lëndës narkotike. Operacioni u zhvillua nga specialistët për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me prokurorinë Shkodër, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të këtij aktiviteti dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.